showbizit dhe të media. Po pra, edhe unë bledo kisha dyshimet e mia lali par zotin. Kisha dyshime që mund të ketë individ në proteste të jem blerë, këno nga suflaqe. Po mbasi e theti lali, nuk kam pik dyshimi që kjo është protest, nuk është e bleme. A di pse? Se s'kam pas i dit në shesh o vlla. Edhe po të kishe lek protesta, ti e kurva e parë që do vije të rija aty. Ti e bëzqiri i parë që do vije për i suflaqe të vije çdo ditë atje si ordiner, si legend, si që. Se edhe kurvat mund vinë protest për qëllimet e tyre individuale. Është protest për popullin, është protest për keq qeverisë e 36 vjet, është protest për bylqira si puna jote që kanë të drejtë të flasin dhe njerëzit e ndershëm me dinjitet nuk flasin dot. Kjo është një protest për gjithë shqiptarët. Kjo është një thirrje për gjithë shqiptarët. Paraqiten çdo ditë në shesh, në orën 7 për të heqë gjitha ndërsirat nga çdo lloj fuqie që kanë. Po ta mendosh Allah që ka njerëz që mendojnë se